Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e prumit të këtyre simitëve. Në njën më të madhe dhe më të thellë, fillimisht do të shtojmë 2 vezë të plota në ambient dhume. Vazhdojmë që sipër vezëve të shtojmë kos. Kos do të përdorim në total 300 gram, njëjtë edhe kosi duhet që t'jetë në ambient dhume. Vazhdojmë i përziejmë mirë vezët edhe kosin. Vaj nuk do të shtojmë shumë, në total do të shtojmë 120 ml me vaj. Tani tek prumi i këtyre simitëve do të shtojmë 75 gram ose një lugë gjelle me gjalp të zbutur në ambient dhume. Pasi e shtojmë gjalpin, vazhdojmë që në këto simite të shtojmë edhe sheqer pluhurin. Sheqer pluhur do të shtojmë vetëm një lugë gjelle. Dhe sekreti i këtyre simitëve është tani, pikërisht tek nishestja. Është ajo që do t'i bën të britëta dhe të shkrifta. Në total, do të përdorim për këto masa 3 lugë gjelle të plota me nisheste. Tani vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Miell do të na duhet dikon 500 deri në 600 gram miell, por gjithmonë mielin e shtojmë pak nga pak dhe me kujdes. Vazhdojmë që të shtojmë një paketim 10 gram pluhur për pjekje dhe një lugë të mesme me kryp. Dhe tani vazhdojmë me dorë, duke e ngjeshur, duke e punuar dhe duke formuar një brumë të mirë, mesatarisht të butë, njëjtë sikur kur përgatisim simita. Brumin e kemi gati. Duhet formoni një brumë të tillë mesatarisht të butë dhe mua më deshën fiks 600 gram miell për ta formuar këtë brumë. Në brumin e marrim në tavolinën e punës dhe vazhdojmë që ta ndajmë në pjesë më të vogla. Mund t'i bëni të mëdha sipas dëshirës së juaj, unë do t'i bëj kështu dikon mesatarisht të mëdha. Dhe tani duke i ndarë kuleçt, vazhdojmë që t'i ngjishim dhe t'i bëjmë më të lëmuara. Pasi i kam ngjeshur gjitha, vazhdojmë tani që t'i hapim pak me duar dhe t'i mbushim. Për mbushje, unë sot po përdor djathë kashkavall, të cilin e kam prirë kështu në forma pak më të holla dhe më të gjata. Ju brenda mund t'i mbushni me gjithçka sipas shijave të juaja, ose t'i lini edhe ashtu si janë. Marrim tani njërin kuleç që e kemi përgatit, pak me duar e hapim në këtë mënyrë. E shtojmë pjesën e kashkavallit, e mbyllim dhe ju japim këtë formën e hollë dhe të gjatë. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, i përgatisim të gjitha. Njëherë i hapim lehtë me duar, shtojmë kashkavallin, i mbyllim pjesët anësore këtu, që mos na del pastaj kashkavalli gjatë pjekjes. Sigurohuni që do t'i mbyllni mirë. Rrotullojmë nga ana tjetër, tani me ndihmën e duarve. I lëmojmë edhe një herë dhe vazhdojmë me gishta, këtu i shtypim pjesët e çoshit që t'ju japim këtë formë. Pasi i rendisim të gjitha në tepsi për pjekje, vazhdojmë tani që sipër t'ju lyejmë me një të kuqe dvezës të rrahur mirë, për t'ju dhënë ngjyrë më të bukur simitëve. Pasi i lyejmë me të kuqen e vezës, sipër ju shtojmë edhe susam. Unë susamin e kam fërguar pak në tigan, derisa është skuqur pak, që të marrin një aromë pak më të këndshme. Nëse doni, mund ta bëni edhe ju të njëjtën gjë, ashtu si bëra unë. Dhe tani vazhdojmë i pjekim në furrë të parangrukur në 220 gradë, dikon përafërsisht 20 deri në 25 minuta, derisa të marrin një ngjyrë të bukur. Simitët janë gati dhe sa i kam larguar nga furra. Do të presim dikon 10 minuta që të ftohen pak dhe të vazhdojmë që të shërbejmë për një mëngjes familjar. Dhe tani simitat i kemi gati, i kam shërbyer me një çaj, pak kos, pak reçel, djathë për të shoqëruar për një mëngjes familjar. Shpresoj që t'i provoni edhe ju dhe do ngeleni të kënaqur edhe nga shija e kësaj recite. Deri në video recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.